Bidenit i kanë mbetur 12 deri 16 muaj jetë, thot ish mjeku i shtëpisë së bardhë. Në një deklaratë të rradhë shqetësuese vjen nga Dr. Ronnie Jackson, ish mjeku i shtëpisë së bardhë, I cili në një intervistë ekskluzive për Washington Free Beacon tha se ish presidenti amerikan Biden ka vetëm 12 deri në 18 muaj jetë. Megjithëse kjo nuk është fusha ime e specializuar, jam konsultuar me shumë urolog pas daljes së lajmit, të gjithë ata kanë arritur në njëjtin përfundim, tha Dr. Jackson. Ai theksoi se bazuar në informacionet që ka dhe analizat e mjekëve specialistë, perspektiva për jetën e 82 vjeçarit është e kufizuar në këtë periudhë kohore. Megjithatë, Dr. Jackson nuk ka humbur shpresën se trajtimi do të jetë efektiv dhe që presidenti Biden të jetojë shumë gjatë se sa parashikimet e tanishme. Ai nënvizoi rëndësinë e trajtimeve të avancuara dhe për kujdesin intensive mjekësore që ish lideri amerikan po merr aktualisht. Kjo deklaratë vjen në një moment kritik teksa publiku dhe komuniteti politik po ndjekin me vëmendje shëndetin e ish presidentit më të moshuar në historinë amerikane, ndërkohë që Shtëpia e Bardhë nuk ka komentuar drejt për këtë deklaratë. Mediat po vazhdojnë të kërkojnë informacionet më tejshme për gjendjen shëndetësore të Bidenit.